Në 20 shkurt, një nga datat më të rëndësishme në historinë e Shqipërisë u përkujtua një prej momenteve që shënoi kthesën vendimtare drejt demokracisë dhe ndarjen përfundimtare nga e shkuara totalitare. Kjo datë lidhet me rrëzimin e simbolit të diktaturës komuniste në vend, një akt që në memorien kolektive mbetet si shprehje vullneti qytetar për liri, pluralizëm dhe orientim perëndimor. Çdo vit 20 shkurt i rikthen në vëmendje jo vetëm një ngjarje historike, por edhe sakrificat e atyre që u përballën me përndjekje, burgime si dhe internime gjatë regjimit komunist. Në këtë përvjetor, kryetari i Degës së PD-s në Korçë, Dimitër Qyfeku, ka përcjell një mesazh përkujtimor, duke e cilësuar 20 shkurtin si një datë themelore për demokracinë shqiptare. Sipas tij, kjo ditë nuk përfaqëson thjesht një simbolik historike, por një moment që ndau përfundimisht Shqipërinë nga diktatura dhe orientoi vendin drejt vlerave perëndimore dhe lirisë. 20 shkurti është një datë themelore për demokracinë shqiptare. Në këtë datë, në këtë ditë, qytetarët me ndërgjegje u ngritën për të rrëzuar simbolin e diktaturës më të egër që ka përjetuar vendi ynë. Kjo datë nuk përkujtohet thjesht si datë simbolike, por si një datë historike, tek e cila na ndau përfundimisht nga diktatura, solli lirinë e qytetarëve dhe na orientoi drejt vlerave perëndimore. Qyfeku theksoi se 20 shkurti është një premtim i vazhdueshëm për të gjithë për të kërkuar nga institucionet respektimin e të drejtave dhe lirive themelore, duke nënvizuar se pushteti duhet t'i shërbejë qytetarëve dhe jo qytetari pushtetit. Kjo datë për më tepër është edhe premtim për të gjithë ne që t'ju bëjmë thirrje institucioneve që të respektojnë të drejtat dhe liritë themelore të njerëzve, që pushteti t'i shërbejë qytetarëve dhe jo qytetari pushtetit. Ai ndaloi gjithashtu tek sakrificat e atyre që u përballën me terrorin e diktaturës të internuarit, të burgosurit dhe të gjithë ata që kontribuan në rrëzimin e saj, duke shprehur nderim për vuajtjet dhe vlerat e tyre. Sipas tij, 20 shkurti do të mbetet përjetësisht një thirrje për një të ardhme më të mirë dhe për respektimin e qytetarisë korçare dhe mbarvendit. Në këtë datë, njëkohësisht, kujtojmë dhe sakrificat e të gjithë njerëzve që kontribuan, sakrificat e njerëzve që u terrorizuan nga diktatura, të njerëzve që u internuan, u burgosën, nderim për sakrificat dhe vlerat e tyre. Kjo datë do të mbetet përjetësisht si datë thirrje për një të ardhme më të mirë, për të respektuar vlerat dhe qytetarinë korçare dhe në mbar vendit. 20 shkurti vijon të mbetet një pikë referimi në historinë politike të vendit si simbol i rezistencës qytetare dhe i aspiratës për liri dhe demokraci. Mesazhet e përcjella në këtë përvjetor rikthejnë në vëmendje nevojën për respektimin e të drejtave themelore dhe forcimin e institucioneve në shërbim të qytetarëve.